Qetësia në shtëpinë e Gjesit u prish në momentin që prindërit dëgjuan lajmin se djali i tyre është vënë në pranga nga policia. Nuk i kishte lënë asgjë të kuptohej në lidhje me atë që kishte planifikuar të ndodhte atë ditë, deri në momentin që familjarët panë në portale që Gjesti ishte ndaluar nga policia. Fituesi i Big Brother VIP Albania ka patur një përplasje me menaxherin e një studioje. Gjesti pretendon se ai ka borxh dhe nuk i ka dhënë fitimet nga këngët. Duke mos gjetur mirëkuptim, ai ka shkuar te studiot e platformës muzikore Onima, duke qenë se menaxheri nuk i është përgjigjur në telefon, ka shtyrë derën me forcë duke thënë: "Ku është ai legend?" Sipas burimeve të brendshme, këngëtari dyshohet se ka shkuar me armë në dorë në zyrat e studios, duke kërkuar një person me inicialet ESH. Ai është drejtuar stafit me fjalët: "Ku është se ka me heq qafe, o unë o ai, me djersën time nuk ka shanse të tallet njeri." Meqense nuk e kishte gjetur personin që po kërkonte, dyshohet se në shenjë revolte për mosmarrveshjen rreth pagesave të borxhit, këngëtari ka dëmtuar inventarin e studios, duke thyer kompjuter, tavolina dhe xhama, çka ka shkaktuar edhe një dëm të madh material. Në vendin e ngjarjes kanë arritur zyrtar nga policia e Kosovës, të cilët e kanë ndaluar Gjestin. Në seancën gjyqësore, babai i Gjestit nuk u lejua të merrte pjesë, ndërkohë që mësohet se Gjesti ka tronditur gjykatën kur i ka qendruar të gjitha fjalëve që ka deklaruar më herët. "Para se të më gjykoni mua, gjykoni dëmin që më ka bërë ai, dhe atëherë do të vendosni drejtësi. Veprimet e mia kanë ardhur si pasojë e padrejtësive që më janë bërë", është shprehur këngëtari përpara trupit gjykues.